Turistët që preferojnë xhirot me skafe në plazhet e ndryshme të Sarandës janë të shumtë. Sipas shitësve të biletave gjatë këtyre muajve, çdo ditë ka patur vizitor nga e gjithë bota që frekuentojnë udhëtimin me skafe. Kjo falet edhe cilësisë dhe sigurisë së shërbimit. Turistat ngelen të kënaqur kur kthen nga Gujda, na thonë që jemi shumë të kënaqur, qoftë nga udhëtimi që bëjnë me skafe nga shëtitja, qoftë dhe nga pritja e kulturuare e këtyre. Ka patur polak, ka patur gjerman shumë, ka patur pak kinez dhe të ndryshëm, turistat të ndryshëm ka patur në këtë, po nuk ka qenë dyndje madhe, ka qenë pak e minimizuar se ka qenë dhe koha në disfavor. Turistët që kanë dominuar në këto muaj janë polakët, gjermanët e nga vende të ndryshme. Kryesisht janë grup mosha të ndryshme që preferojnë turet me skafe nëpër plazhet e mrekullueshme të detit jon. Në përgjithësi vinë që nga mosha 18 vjeç e lartë deri në moshën 50 vjeç, po ka patur dhe grupe të moshuar grupe gjerman që kanë dëshirë të udhtojnë me skafe. Edhe shkojnë në plazhe të bukur, plazhe të virgjer, Në Krorës be dhe një pushim rreth 3 orë aty ka restorante me çmime të arsyeshme. Dëshira për të parë dhe eksploruar një vend të ri, tashmë mjaft të reklamuar edhe nëpër mediat e huaja, është ajo çka i sjell turistët në vendin tonë.